Teksa janë mbushur mbi 48 orë nga vrasja me armëzjarje e biznesmenit italian Edoardo Sacchi, mediat kanë zbardhur detajet reja nga ngjarja e rëndë ndodhur në zonën e Salarisë në Tepelen. Përmes disa kamerave të bizneseve që ushtrojnë aktivitet tregtar Buz Rrugës, policia e Gjirokastrës ka arritur të zbardhë emrin e personit të dyshuar për këtë ngjarje, por emri i tij ende nuk është bërë publik. Prezencën e këtij personi me origjinë nga Vlora e ka dëshmuar dhe dëshmitari kryesor Gazmend Braçi, shok dhe ortak me viktimën Edoardo Sacchi. Sipas dëshmisë së Braçit, ata së bashku me shtetasin italian dhe babain e tyre ishin duke lëvizur me makinat e tyre në zonën e Salarisë pasi në fundjavë kishin parashikuar një guid gjuetie. Në ecje e sipër një automjet tjetër që lëvizte gjatë orëve të natës në rrugë ka filluar të na i bëjë me drita gjata duke na sjellë shqetësim. Ky persona ka parakaluar më pas duke na ofenduar rënd. Jemi sharë me të, por ai na tha emrin e tij, cili nuk e fiksuam dot duke na u drejtuar me fjalët: "Jam filani, jam nga Vlora, nuk pyes për njëri", ka treguar Gazmend Braçi në policinë e Gjirokastrës. Mëtej ky person nga Vlora ka vijuar rrugës duke e zbritur për poshtë shpatit malit, ndërsa personat e tjerë që kishin dalë për gjah kanë vijuar në ngjitje. Por njerëz prej makinave i ka mbaruar karburanti dhe ata kanë qëndruar në mes të rrugës duke dalë jashtë mjeteve dhe po qëndronin aty. Gazmend Braçi ka marrë në telefon një person tjetër për të sjellë naftë, ndërsa qëndronin aty në rrugë 3 të shtëna me armë kanë ardhur nga poshtë rrugës, ku një nga plumbat ka prekur shtetasin italian, ndërsa një tjetër njërën nga gomat e makinës. Gazetari Elton Qyno ka mësuar se Gazmend Braçi ka telefonuar vllajën e tij, Daniel Braçi, që të vinte nga Vlora në drejtim të Selenicës pasi i kishin gjuajtur me armëzjarri. Danieli nuk ka qenë fare në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur të shtënat, por ndodhej në Vlorë. Në Selenica i ka shkuar vetëm pasi është telefonuar nga vllai i tij Gazmendi. Dyshohet se makinat kanë qenë me dritat gjata dhe autori i dyshuar ka pasur një konflikt të çastit për dritat e gjata të makinave dhe pas konfliktit dyshohet se ka qelluar me armë të llojit pushk rreth 3 herë. Një nga plumbat ka kapur në kofsh biznesmenin italian, një plumb te disku dhe një te goma e makinës. Plumbi i ka prekur arterien italianit duke bërë që të humbas shumë gjak dhe t'i shkaktoi vdekjen. Në vendngjarje nuk janë gjetur gëzhoja dhe policia dyshon se autori ka përdorur armë gjuetie që e nxjerr gëzhojen manualisht. Pas ngjarjes autori ka hipur në makinën e tij dhe është larguar. Më pas një nga anëtarët e familjes Braçi ka lajmëruar policin. Policia ka sekuestruar disa pamje filmike të karburanteve në Tepelen që tregojnë se Daniel Braçi lëviz në mesnat duke shkuar në vendngjarje. Aktualisht kjo ngjarje e rëndë është duke u hetuar nga një grup oficerësh të krimeve të rënda në policinë e shtetit dhe 2 prokurorë të Gjirokastrës. Ndërkohë, ditën e djeshme prokuroria ka administruar në dosjen e timore dhe aktin e ekspertimit mjekoligjor të përpiluar nga 3 ekspertë, të cilët kanë dalë në konkluzionin se shkaki i vdekjes së italianit ka qenë hemorragjia, pasi plumbi i ka kputur arterien kryesore të këmbës, duke sjellë gjakderdhjet menjëhershme. Nga ana tjetër, përgjatë ditës së djeshme, disa oficerë policie kanë kontrolluar zonën me aparat metal kërkues me shpresën e gjetjes së gëzhojave të armës. Ky proces ka sjellë vështirësi për shkak se anëtarët e grupit e timit, por edhe vetë dëshmitarët nuk kanë qenë në gjendje të përcaktojnë vendin e saktë nga është qelluar me armë në drejtim të tyre.